pas çdo shkatrimi të këtyre popujve të ndryshëm nëpër botë, është shpjegimi si ndëshkim nga Zoti. Kështu shpjegojnë librat e shenjtë. Shpërthimi i Tigrit dhe Eufratit dhe përmbytjet në këtë zonë janë të njohura edhe sot. Të në vitet 1130, 1127 ka pasur përmbytje të mëdhaja, ku ka sjell shumë lum edhe baltë përmbytja, por në fakt për përmbytjen që ka ndodhur në atë vend ka flitet edhe në popuj të tjerë, kinezët flasin, po e tregojnë historinë në Nut me emra të tjerë, flitet në eposin e Gilgameshit, i cili ekziston dhe sot, ku Gilgameshi ishte ai që do më thënë në vend të Nut. Popujt asirian kanë historinë e tyre, popujt egjiptian kanë historinë e tyre, dhe kjo është në fakt një histori e vërtet që ka ndodhur. E vërtet. Ka studiues të tjerë që thonë nga përmbytja e madhe ka ndodhur vetëm në popujt e Mesdheut, sepse është qarë diga midis detit të Zi dhe detit Mesdhet, cilët kishin disnivele, deti Zi ka qenë më lartë se sa deti Mesdhe, dhe është qarë diga në Bosfor, nga një tërmet, dhe uji që ishte më lartë i detit të Zi, u nivelua me detin Mesdhe, dhe yri dhe qavi dhe dardanelet. Këto ide i mbrojnë disa djetarë cilë studiojnë dhe librin dhe historinë. Librat fetarë në fakt janë përveç libra moral, janë dhe libra divulgativ, pra që na japin informacion dhe na mësojnë qoftë në pikpamjen morale, qoftë edhe në pikpamjen historike, tregojnë histori që nga simbioza midis historisë së këtyre librave dhe aktivitetit arkeologjik të shekujve të fundit, është zbuluar që shumica e ngjarjeve që tregojnë në librat e shenjtë janë vërtetuar nga arkeologjia. Përmbytja e madhe në këtë zonë është vërtetuar në fakt nga arkeologjia, pasi ka disa qytete lum, qytete, pra ka pasur disa përmbytje të mëdha në këto zona ku jeta ka rifilluar përsëri nga e para. Kemi ndonjë histori tjetër të ndonjë populli që... Ka, flitet në librat e shenjtë, unë ta përmenda pak për popullin e Lutit, radhën e parë, që jetonin atë që quhet Sodoma dhe Gomorahu, që janë dy qytete që ishin pranë liçenit të Lutit, që është deti i vdekur. Quhet deti i vdekur pasi përqindja e kripës në këtë det është 30%, shumë e lartë, dhe asnjë kafsh nuk mund të jetojë në këtë lloj ambienti, është shumë i rënd ujë, të mban po të shtosh, po. Dhe kjo është arsyeja pse quhet deti i vdekur. Në këtë zonë kanë qenë këto dy qytete, Luti ka qenë bashkëkohës i Abrahamit, edhe kanë qenë dy profetë, Abrahami ka qenë, thuhet në Bibël që kanë ardhur nga zona e Urit, që është Kuvajti sotëm, është një qytet pranë midis Kuvajtit dhe Irakut të sotëm, pranë gjirit persik. Por ka studius të tjerë që thonë që Abrahami ka qenë diku në Anatolinë e sotme, në Turqinë e sotme, në një qytet pranë Anatolisë, dhe që aty është këputur, jo nga Uri, pra nuk ka bërë një lëvizje lartë drejt veriut dhe pasaj majtas drejt perëndimit, por ka ikur nga lindja drejt perëndimit, gati një vijë paralele, duke kaluar tokat asiriane dhe duke shkuar në Izraelin e sotëm, ose në Palestinën e sotme fizike, dhe Luti ka qenë, se zakonisht njerëzit e ngatrojnë, kujtojnë se Luti ka qenë përfaqësuesi i homoseksualizmit që përfaqësonin këto dy qytete, ku sidomos burrat shkonin me burrat në pikpamjen seksuale, gjë që Luti i luftonte dhe ishte zëdhënësi dhe miku i Abrahamit dhe ishte profeti i Zotit, dhe i këshillonte që këta të ndryshonin rrugë dhe të mos ndiqnin rrugë të tilla që Zoti nuk i mbështeste, që shkonin kundër natyrës,
por ata nuk e dëgjonin dhe perversiteti aty kishte marrë një lulluzim të jashtëzakonshëm dhe madje krenaria e veprimeve perverse ishte kur ato bëheshin hapur në sytë të gjithëve dhe në Kuran tregohet që dhe në Bibël thuhet që Zoti dërgoi 2 engjëj në fillim Abrahamit ku ju tha që nga Sara, e cila ishte shumë e vjetër, do të lindte një fëmijë që lindte Jozefi, kurse nga pasi u larguan nga Abrahami, do me thënë Abrahami të premtua një fëmijë, sepse Abrahami kishte lindur me shërbëtoren e Sarës, me Hegarën ose Haxhirën. Kishte lindur një fëmijë legjitim që ishte Ishmaeli, nga rrjedhin muslimanët si pas librave fetar, Ishmaelitët nga rrjedh Muhameti, prej Ishmaelitëve, që kanë linjën e tyre të lidhur me Abrahamin. Muslimanët thonë që Abrahami është musliman, të krishterët thonë është i krishter, kurse pse këto janë 3 fe, 3 degë të njëjtës trungë që quhen fetë abrahamike, dhe çifutët ose jaudizmi, dhe ata thonë që ka qenë jaudi. Dhe mbasi u kthye nga Abrahami, 2 engjëjt bajtën dhe takuan Lutin, dhe duke qenë engjëjt shumë të pashëm, këta homoseksualët të mblodhen aty, sepse kërkonin të kryenin marrëdhënie me engjëjt. Mirë po, Luti urdhrua që të largoheshe nga shtëpia gjatë natës, dhe Luti u largua, po gruaja e vet që nuk e besonte ngeli mbrapa, dhe populli Lutit është goditur me kur balte të pjekur, si thonë këta, dhe në fakt aty ka ndodhur një tërmet i madh, dhe janë kryuar disa gryka të reja, si pas bulimeve të arkeologjike të këtij shekulli, dhe që është vërtetuar goditja dhe zhdukja e Sodomës dhe Gomoraut, dhe që sot mbahet si goditja prej kryusit, prej Zotit, të gjitha atyre popujve të cilët nuk ju përmbahen në sjelljen dhe moralin e tyre, sidomos seksual, por edhe në drejtim të ndërtimit të specieve me ADN, nga kombinacioni ADN-ve të ndryshme, të specieve të ndryshme, gjë të cilën Zoti nuk e lejon, çdo krijesë duhet të ketë dhënë stampën dhe vullin e vet Zoti, dhe çdo lloj kombinacioni gjenetik nuk lejohet që të krijohet nga njeriu. Prandaj unë kam thënë gjithmonë që njeriu hibrid apo kombinimi midis njeriut biologjik dhe inteligjencës artificiale, këto që duan të bëjnë me Teslën, të futur inteligjencën artificiale nga telefonit, Google ta fusin në tru dhe njeriu të ketë internetin në tru, këto janë ndryshimet të ndërtimit të trupit të njeriut, dhe ky mund të jetë një moment që ashtu siç ka ndodhur me goditjet e popujve të tjerë, kryusi mund të ndryhy për një rivendosje tjetër të madhe, ashtu siç ndodhi me rivendosjen e parë kur u mbyt populli i Noes, që sapo e treguam.